Bashkëpunimi kulturor mes Shqipërisë dhe Italisë po merr një tjetër shtys përmes projekteve që synojnë promovimin e trashëgimisë dhe vlerave lokale për të kufive. Një delagacion nga Italia ka vizituar Lezhën në kuadër të një nisme që synon të forcojë dialogun mes qytetarëve dhe të nxjisë shkëmbimet kulturore mes dy vendeve. Ky projekt i përbashkët vë theksin e lidhjet historike dhe kulturore mes Lezhës dhe Italisë, duke synuar që pasuritë e zonës të promovohen më gjerësisht në arenën ndërkombëtare. Përfaqësues së bashkisë bëjnë me dije se një ndër objektivet kryesore është rritja e bashkëpunimit me partnerë të huaj dhe njohja më e madhe e trashëgimisë kulturore të Lezhës, veçanërisht në Itali. Sot në Bashkinë e Lezhës mirëpritem një delegacion prej 10 personave nga Italia, të cilët kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë dhe Lezhën kryesisht në kuadër të projektit TSI Tokës. Bashkërisht ne organizojmë këto evente të cilët synojnë ndërlidhjen e kulturës së Shqipërisë, Lezhës dhe asaj të Italisë. Gjatë këtyre 3 ditëve ata do mësojnë më tepër rreth qytetit tonë, trashëgimisë tonë kulturore, traditave, zakoneve, do të vizitojnë disa prej resurseve kryesore që ne kemi këtu në Lezhë, duke përfshirë dhe të gjithë zonën e Fishtës. Bashkia e Lezhës kushton një rëndësi të veçantë projekteve në kuadër të Bashkimit Evropian, thirrjeve të huaja, dhe jo më këtë është një nga bashkitë me numrin më të lartë të projekteve të fituara dhe numrin më të lartë të projekteve të zbatuara me sukses. Në përfundim të këtij projekti ne do arrijmë të promovojmë kulturën tonë në Itali, do arrijmë të promovojmë traditat, zakonet, resurset tona kulturore, do kemi mundësi të ndërtojmë mura bashkëpunimi dhe për projekte të tjera në vazhdim në kuadër të thirrjeve të Bashkimit Evropian dhe gjithashtu mbi gjitha. Do promovojmë kulturën tonë në nivel ndërkombëtar, do bëhet edhe një murale këtu në qytetin e Lezhës si pjesë për të promovuar pasurinë tonë etnografike me kostumet tona tradicionale, si dhe do kemi mësuar akoma dhe më tepër se si Shqipëria dhe Italia së bashku mund të promovojnë kulturat e tyre në nivel ndërkombëtar dhe të ndërtojnë ura bashkëpunimi në kuadër të projekteve të Bashkimit Evropian. Vizita e delegacionit italian konsiderohet një hap i rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, duke hapur rrugë për projekte të reja dhe shkëmbim përvojash në fusha ndryshme.